Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar një diskutim që ndodhte brenda shtëpisë së Big Brotherit ditën e sotme mes Mirit edhe Rogertit. Ju e dini shumë bukur që në prajmin që kaloi, do me thënë situata doli jashtë kontrolle, u acaruan gjërat, u revoltuan gjërat në një farë mënyre dhe produksioni nuk mundeshte të kontrollon situatën, a të ndalonte Rogertin brenda në shtëpi, i cili po ulëriste, a të bisedonte me nënën e Selinës, apo të bisedonte me Selinën për të qëndruar brenda në shtëpi. Tani Rogerti dyshon që produksioni në krye me Ledionin e kanë shitur çmimin tek nëna e Selinës, sepse Selina është duke sjellur klikimet brenda asaj shtëpie. Miri thot, nuk mundet të vjen një nën nga jashtë, të cilës nuk i është dhënë në asnjë mënyrë e drejta për të patur një komunikim. Në momentin që ju dha e drejta, ajo dëshironte ta nxjerrën të bien, nuk ishte një gënjeshtër. Nuk mundet produksioni të skenon një situatë edhe të qëndron një orë në publicitet, do me thënë të mos ketë qasje asnjë mënyrë me ne. Do me thënë edhe banorët kanë arritur ta kuptojnë se diçka të natë ka ndodhur. Tani Rogerti flet për herë të parë sot edhe ishte jashtëzakonisht i prekur në fjalë që nëna e Selinës kishte thënë. Tani nëna e Selinës atë natë përmendi një gjë, që unë ty së bashku, ne, do me thënë babai dhe Gimbo, do ta vallëzojmë valle në mes të Londrës. Tani Rogerti këtë gjën e ka përkthyer sikur burrat më përpara, kur pas kanë ngërcyer në mes të Londrës vallen, e pas kanë patur pistoletën në brez. Dhe Rogerti këtë gjë e merr si kërcënim nga familja e Selinës për ta vrarë atë në një farë mënyre, do me thënë për t'ju akmerur atij. Rogerti ka arritur të kupton që familja e Selinës janë shumë të prekur për këtë gjën. Ai e potencoi disa herë. Unë tha, i kërkova falje nënës së Selinës, jo Selinës, sepse Selina tha vazhdoi dhe më provokoi përsëri. Tani, ku qëndroi gabimi i Selinës mbrëm? Selina nuk duheshte në asnjë mënyrë që të pranoj të luaj me Rogertin lojën, qoftë edhe nëse ishte sponzori më i fortë që është Enzo Attini. Sepse Selina aty shkoli me këmbë fjalën e nënës së saj, shkoli me këmbë rrugtimin e saj në Big Brother dhe gjithçka çfarë ka ndodhur brenda kësaj shtëpie. Tani Rogerti është shumë i prekur në këto fjalë dhe unë në fakt po çuditem se si mund të preket kaq shumë Rogerti, ku Rogerti çfarë nuk ka thënë për Selinën aty brenda. Tani nëse Rogerti thot mua më kanë përmendur djalin, më kanë përmendur bashkëshorten, Rogerti që në momentin e parë që hyri në Big Brother, që në ditën e parë që hyri në Big Brother, Rogerti ka ardhur me pushk kundër drejt Selinës duke i përmendur familjen. Selina nuk i ka përmendur Rogertit babain ndonjëherë. Rogerti babain e Selinës e mban brenda në lojë sikur të ishte një banor brenda asaj shtëpie. Dhe normalisht një nën e cila është e mllefosur, duke e dëgjuar fjalën më të ulët, një informacion i sjellur nga jashtë për të bien e saj, është më se normale që do të thot një fjalë të tillë. Tani, unë nuk e besoj që nëna e Selinës e ka thënë këtë gjë në konotacionin e këtill, sepse nëna e Selinës atë natë u tregua një zonjë vërtet. Ajo nuk e përmendi as emrin e Rogertit, por nuk e përmendi as emrin e Mirit. Ajo e la gjën që atyre që u djeg ta kuptojnë vetë. Ajo tha që unë nuk e lë bien time këtu, në fjalë që janë folur në 48 orëshin e fundit pas shpinës së saj, sepse i me bi meriton ta ketë vendin tek artistët. Do me thënë, ky ishte komentimi i nënës. Dhe ne do të hedhim valle në mes të Londrës, mendoj është ky fakti që nëna e Selinës dëshironte të thotë që ti ne nuk na ndalon dot lumturinë dhe lumturinë tonë, kënaqësinë tonë familjare do ta shohësh vetëm me sytë e tu, sepse kanë atë lidhshmërinë me tezën e Rogertit. Rogerti edhe ditën e sotme përmendi Dubain me Selinën, edhe ditën e sotme vazhduan me ofendime, edhe pse Miri tha familjarët nuk duhet të përfshihen, po Miri nuk e kupton që familjarët jashtë po bëjnë një Big Brother tjetër dhe mendoj që të gjitha këto gjërat po e bindin Rogertin që të largohet nga shtëpia sepse e ka kuptuar që po del shumë keq jashtë. Dua të marr mendimin tuaj.